Zjarri në Priskë të Madhe ka shkaktuar dëme në sipërfaqe të konsiderueshme toke, ulishte dhe pasuri private, ndërsa flakët kanë rrezikuar edhe zonat e banuara. Nga terreni, deputeti Tedi Blushi e cilësoi situatën si shumë të rëndë, akuzoi qeverinë për neglizhencë ndaj banorëve dhe shërbimeve zjarfikse. Blushi i tha se zjarfiksit po përballen me flakët prej orësh në kushte të vështira dhe sipas tij me mjete e pajisje të amortizuara. Ai bëri thirrje kryeministrit Edi Rama, ministrave dhe institucioneve përgjegjëse të angazhohen në terren për përballimin e situatës. Është për të ardhur keq që gjatë gjithë rrugës për të ardhur deri këtu në Priskë të Madhe nuk sheh përveç herojve të shërbimit zjarfikës që në kushte shumë të rënda, pa mjetet e duhura, por me pajisje të vjetëruara, po bëjnë një punë heroike. Blushi e lidhi situatën me atë që e cilësoi si dështim të reformës territoriale dhe të menaxhimit të shërbimeve lokale, duke pretenduar se Bashkia e Tiranës nuk ka kapacitetet të nevojshme për përballimin e zjarreve. Në vijim ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për keq prioritizim të fondeve publike dhe pretendoi se qeveria ka shpenzuar 4.3 milion euro për një koncert, ndërsa nuk ka investuar mjaftueshëm në infrastrukturën e zjarfiksve. Ndërkohë, operacionet për shuarjen e zjarrit në Priskë të Madhe vijojnë, ndërsa prioritet mbetet mbrojtja e banesave dhe parandalimi i përhapjes së mëtejshme të flakëve.